Unë jam një gjenerate pak më të herët, po më herët ka qenë me të vërtet më mirë. Po flas në anën profesionale të muzikës. Po. Muzika është dëgju, është shiqu, është interpretu, i ka pas të gjitha. Tash vetëm shikohet. Nuk dëgjohet. Tash kemi muzikë vetëm për të shikuar. Shumë e vërtet muzika komerciale. Si e në këtë aspekt? Nuk e preferon? Jo, tash të ardhe me kohë të ndryshu edhe unë. Po, me pas qenë unë me vendos, do e kisha rikthi prapa atë kohë, të ndëgjohet edhe të shikohet. Jo vetëm të shikohet. E vërtet. Edhe nëse mendoj që ato këngë gjithmonë të dëgjohen, ndërsa këngët që bëhen sot janë këngët që dëgjohet sot nesër dhe pas nesër edhe nuk dëgjohen më. 2-3 ditë është çudia më e madhe deri në momentin që dalin, sepse edhe këngëtarët në fakt po nxjerrin shumë këngë. Domethënë një këngëtar po nxjerr ndoshta po një muj 2-3 këngë. E vërtet. Kurse ju më herët keni punuar shumë për ta nxjerrë një këngë dhe publiku e ka prit me padurim. Unë ta them videoklipin e parë, kur e kam lansu, me të vërtet është punu shumë. Taj videoklip, po edhe si këngë, edhe si videoklip. Po. Edhe me atë këngë unë e kam dëgju, jo e kam dëgju, po e kam dëgju deri në kur kam marrë pjesën në Notafest. Do të thonë prej 2003-s deri në 2005 kur kam fitu, është dëgju ka qenë, do të thonë 2 vjet, një këngë. Shumë e vërtet. A tani duhet t'i bësh 3-4 këngë për t'i ndëgju 4-5 muaj. Aq, vetëm deri në momentin që do dalin edhe këngët e tjera. Ti jesh aktiv, për shkak se tash ka shumë këngëtar. Po. Është konkurrencë më e madhe. Konkurenca e madhe edhe patjetër duhet të bësh diçka më tre që të flitet prapë për ty.